Gjykata e posaçme ka shpallur fajtor 6 punonjës të bashkisë Divjak të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. GKK shpalli fajtor Dorian Spaun, Sara Xhepën, Roklet Malkosin, Fatos Veliun, Elbareta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, ku për secilin prej të pandehurve, gjykata caktoi dënimin me 1 vit burg, i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar ul në 8 muaj burgim. Për Dorian Spaun, Sara Xhepën dhe Roklet Malkon, gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zvendësimin e tij me 120 orë punë në interes publik, që duhet të kryhen brenda 6 muajve në mbikëqyrjen e shërbimit të provës, ndërsa për Fatos Veliun, Elbareta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vënien në provë për një periudhë 16 mujore. Po ashtu, për Fatos Veliun, Elbareta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, u vendos edhe dënimi plotësues i heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh. Sipas hetimeve bëhet fjalë për 3 procedura tenderimi të kryera nga Bashkia Divjak, të cilat kapin vlerën 1 milion euro. Hetimi nisi si vijimi i infraksionit të një dosjeje tjetër, ku procedurat për të cilat akuzohen të vitit 2020 të firmosura nga titullari i shkretari i Bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi, i cili u amnistua nga SPAK për këtë dosje, që ka çuar për gjykim vetëm zyrtarët e dorës së dytë. Sipas të dhënave dhe hetimeve të SPAK, zyrtarët e bashkisë kanë kryer veprime të kundërligjshme gjatë procedurës së dhënies me qira të disa pasurive që janë përdorur për implante diellore, ndërkohë që në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës ishin të regjistruara si tokë bujqësore me afat shfrytëzimi 10 vjeçar.